Elton, të përshëndes, është vënë re një fluks turistësh, por në vizitat që kryen sa i takon historisë së Vlorës, Muzeut të Pavarësisë. Si qëndrojnë këto shifra krahasuar me vitin e kaluar? Kjo është e vërtet, veç turistëve të cilët kryejnë vizita në qytetin e Vlorës, ka turistë shumë të cilët tashmë i drejtohen edhe Muzeut të Pavarësisë apo dhe muzeve tjera në qytetin e Vlorës. Ne kemi parë nga afër turistë shumë të cilët i drejtohen Muzeut të Pavarësisë në qytetin e Vlorës. Janë nga Danimarka, nga vendet ndryshme të Europës dhe të paktën nga ajo çfarë më kanë konfirmuar edhe drejtues të Muzeut të Pavarësisë në qytetin e Vlorës, bëhet fjalë që këtë vit turistët e huaj kanë nisur të vinë më shpejt se krahasuar me vitin e kaluar apo edhe me vitet e tjera. Është një numër i konsiderueshëm i tyre turistë të huaj të cilët kërkojnë të njihen me historinë e Shqipërisë, me historinë e Vlorës, me pavarësinë e Shqipërisë dhe normalisht në Muzeun e Pavarësisë kanë se çfarë të shohin nga afër. Por në intervistat që kemi marrë me këta të huaj, ata kanë deklaruar që është me të vërtetë një surprizë e bukur qoftë Vlora dhe qoftë Shqipëria, qoftë për sa i përket muzeve, por edhe ato se çfarë kanë parë në qytet vizitës së tyre në Shqipëri. Normalisht një pjesë e mirë kanë qenë për herë të parë, ka patur nga ata të cilët kanë deklaruar se me atë se çfarë kanë vizituar në Vlorë dhe në Shqipëri, padyshim që një ditë do të rikthehen sërish, por dhe do të rekomandojnë edhe miqve dhe të afërmëve të tyre për të vizituar Vlorën dhe Shqipërinë, qoftë të vit, por edhe vitet e tjera. E kuptoj. Mirë, Elton, unë falenderoj për këtë raportim të drejtë për drejtë.